prej pozitave më të larta të adhurimit tek Allahu i lartësuar është falënderimi i të Madhit Zot. Vetë Allahu Azza wa Jall na tregon se falënderuesit e tij janë të pakët, duke thënë të pakët janë robërit e mi falënderues. Po kështu Allahu Jalla wa Ala na ka treguar se ky falënderim është qëllimi i krijimit të çështjes së tij. Kur ka thënë Allah ju nxori nga barqet e nënave tuaja duke mos ditur asgjë. Pra njeriu lind i paditur dhe ka vendosur apo ka bërë për ju dëgjim, shikim dhe zemra në mënyrë që të falenderoni. Pra Allahu i lartësuar na tregon në fillim të ajetit se na ka krijuar neve dhe pastaj në fund të ajetit përmend falenderimin në mënyrë që të falenderoni. Pra qëllimi i krijimit është falenderimi i Zotit, i Madhit Zot subhanahu wa taala. Dhe sigurisht që falenderimi i Madhit Zot është prej adhurimit të Allahut xhalla wa ala. Nuk është qëllimi që ti të kesh mirësi të shumta, pra të jepësh mirësi të shumta, por pra nuk është e rëndësishme vetëm kjo, por më e rëndësishmja është falenderimi për këto mirësi. Falenderimi për mirësitë e shumta, të cilat në fakt janë të dukshme dhe të padukshme.